Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të ulni nivelin e lartë të sheqerit në gjak në shtëpi vetëm me këto ushqime? Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mundet ta përdorë atë siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet më pas me një sër simptomash siç janë ndërbitja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat më të mira për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është sigurisht ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi juaj i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Drithrat ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbi dhe ajo prej drithi të plot të bluar në gur kanë një nivel të ulët glicemia. Ato janë të pasura me fiber e cila ngadalëson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush dhe moll. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber. Por niveli i glicemisë mundet që të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave nga ana tjetër, për shembull, kanë një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrushë dhe moll kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë të glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe janë më tepër ushqyese. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes të sëmundjeve të diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është mjaft i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa që të shkaktojë luhatje në nivelin e sheqerit në gjak. Kjo substancë përmirëson gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ajo ndihmon edhe në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrnat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet që të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Nga ana tjetër, shumica e arrorëve janë të pasur me fiber dhe kanë një nivel të ulët glicemie prej 9,55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteina, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale, si për shembull magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon edhe në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe gjithashtu përmirëson edhe ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra gjithashtu rekomandohet të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivel glicemie dhe ato janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe gjithashtu për personat e rrezikuar prej tij. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se ekzistojnë disa metoda se si ju të kuroni diabetin. Diabetikët zakonisht kanë kufizime tepër të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e tyre të jetesës. Shumë prej ushqimeve që ju mund t'i konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këto futet sheqeri, buka, prodhimet e bulmetit dhe gjithashtu disa fruta.
Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kur të vërtet. Këtu futen karrota, të cilat sipas ekspertëve mund të ndihmojnë në trajtimin e natyral të diabetit, dhe më konkretisht lëngu i tyre, i cili është më së efikas për të trajtuar këto probleme shëndetësore. Karrota dhe diabeti. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitaminë A, antioksidant dhe njëkohësisht fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Gjithashtu, ekspertët thonë se vitamina B6, e cila po ashtu gjendet tek karrotat, lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme edhe për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu për ta balancuar atë. Fibra është e rëndësishme për të ulur dhe parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini lëngun e karrotës? Megjithëse kanë një shije të ëmbël, mund t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrej nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni, në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët kanë rekomanduar të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh, të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës mund ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja mund të bëni kek. Receta e duhur për diabetin. Të konsumosh pije të ëmbla kur jeni me diabet duket si diçka e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije e sigurt. Përbërësit janë 800 gram karrota, 200 gram moll jeshile, 200 gram moll të kuqe, 20 ml lëng xhenxhefili, 20 gram xhinxher. Përzijeni të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni më pas. Ruajini të mbyllura në frigorifer ose mund ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te diabetit do t'ju ndihmojë që ta aktivizoni sistemin tretës dhe të rregulloni nivelin e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësi dhe në një mënyrë jetese të shëndetshme. Tërshëra. Tërshëra ndihmon trupin tuaj të ngadalsojë shndërrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo është e ngarkuar me fibra. Spinaçi. Spinaçi është i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavate me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët dhe spinaçi është shumë herë më i mirë se sallata. Kosi i thjeshtë. Kosi pa yndyrë është një ushqim super. Është sugjeruar që kosi zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.